Telenovela mori fund, Aleksandro Bastoni te Barcelona është zyrtarisht një pistë e mbyllur dhe çdo kontakt mes palëve është ndërprer. Burime pranë klubit katalan as konfirmojnë se Barcelona është tërhequr plotësisht nga gara për mbrojtësin italian. Hansi Flick nuk ishte i bindur plotësisht për këtë lëvizje, por dhe ana financiare dhe kërkesat e Interit bën që këto negociata të mbyllesh. Por Flick ka plane të tjera në kokë. Barcelona dëshiron që të bëjë gjithçka që është e mundur për të mbajtur Marcus Rashford edhe për sezonin tjetër. Kjo dhe nëpërmjet një huazimi tjetër, por edhe një blerje përfundimtare. Gjermania është një admirues i madh i anglezit dhe dëshiron që ta ketë në ekip dhe poruan një rol kyç në këto negociata. Megjithatë, dëshira e Barcelonës për të mbajtur Rashford mund të bllokojë planet e dikujt tjetër. Manchester United po kërkon që të bëjë përforcime tepër të rëndësishme këtë verë, por shpresat e tyre për të transferuar Federico Valverde u shuan nga Mourinho. Trajneri i ri Real Madrid e konsideron Valverde si të paprekshëm dhe nuk dëshiron që ai të largohet pavarësisht interesit nga United. Megjithatë, Mourinho është gati që të lejojë largimin e një mesfushori tjetër. Bëhet fjalë për francezin Eduardo Camavinga. Në vendin e tij The Special One i ka kërkuar klubit madrilen që të hidhet në sulm për mesfushorin e Wolves, Joao Gomez. Pasi siguroi suksesin e tij në Itali, një tjetër trajner po blindon pozicionin e tij. Christian Kivu është gati të firmosë një kontratë re me Interin deri në qershor të vitit 2028. Pas fitimit të dopjetës në sezonin e tij të parë tek Inter, ai do të përfitojë edhe një rritje të konsiderueshme page. Ndërsa Inter po ruan yjet e vet, në Premier League ka plasur një luftë mes gjigantëve. Chelsea, Liverpool dhe Manchester United janë të gjithë në ndjekje të Jarrod Bowen. West Ham mund të detyrohet të largojë yjet e saj, pasi në rast se rënie nga Premier League do t'i duhen 100 milion pound. Jarrod vlerësohet shumë pasi mund të luajë në të gjithë pozicionet e sulmit. Po nga Premier League vjen një tjetër lajm i bujshëm. Trajneri i Tottenham Roberto De Zerbi ka shënjestruar dy lojtarë nga Serie A, mbrojtësin e Juventus Pierre Kalulu dhe mesfushorin e Fiorentinos Nicolo Fagioli. Të dy lojtarët janë në listën e Spurs për të rindërtuar skuadrën nëse qëndron në Premier League. Ndërkohë Atletico Madrid ka shfaqur interes për Mohamed Salah, i cili do largohet nga Liverpool në fund të sezonit. Ndërsa për sa i përket interesimit të klubit saudit Al Ittihad, bisedimet kanë dështuar plotësisht. Vetëm imagjinoni tani, Salah në urdhrat e Simeones sezonin e ardhshëm. Kaq ishte për videon e sotme, mos harroni të bëni like dhe subscribe për të mos humbur asnjë nga videot tona.